Natyra është diçka të cilën ti duhet i përshtatësh, nuk e përshtat dot për fatin e keq. Kështu që vendet, kombet, shtetet e zhvilluara janë përshtatur. Bashkitë, institucionet, ministritë nuk zgjedhin të punojnë në mënyrën e duhur, ne qytetarët përjetojnë të lloj situatash, pra vihen si thua në rrezik për jetën e tyre, kuptohet që pronat pastaj dëmet materiale janë të theksuara. Nuk besoj që ka në shtet evropian paktën, se nuk e din botë, ku ministri shkon për inspektim. Çfarë do inspektoj ministri? Që s'ja ka haberin fare asaj gjëje. Vetëm për të bërë një foto Facebook, për inspektim shkojnë teknicienët. Për shumë një nga problematikat kryesore të organizimit, të ujitjes dhe kullimit dhe mirëmbajtjes së devorit është përgjegjësia e shpërndarë në shumë institucione. Për shembull, Ministria e Bujqësisë është përgjegjëse për kanalet e para kulluese, pra për atë kanalin kryesor, e thamë në terma më të thjeshtë, dhe Ministria dhe Bashkia ose njësitë administrative janë përgjegjëse për kanalet e dyta dhe treta. Dhe vazhdimisht topi kalohet nga një vend në një vend tjetër, pra. Të shmangim pjesën e përmbytjeve ose atë kohën e largimit të ujit në qytet gjatë kohës pikut të rreshjeve. Normalisht ky hidrovor vendoset edhe duke marrë në konsiderat edhe projektin e portit të ri, pra duke marrë në konsiderat dhe gjitha projektet e tjera qeveria shqiptare për zbatimin dhe zhvillimin e kësaj zone. Banorët tregojnë se kjo situatë nuk ishte parë kurrë më parë. Në kohë shumë më të këqija të motit, uji kishte qenë në rrugë apo në oborre, por këtë herë shkoi deri në 1 metër, duke përmbytur plotësisht dhe dëmtuar thellësisht banesa në zonën e Ish-Kënetës apo në lagje të tjera të qytetit. Kryeministri Edi Rama fajin ia vuri banorëve të përmbytur, duke i akuzuar se kanë hedhur mbetjet dhe plastik kudo. E sot po vuajnë pasojat e kësaj sjellje. Por njohësit e asaj zone, siç edhe ekspertët e fushës, fajin e kanë gjetur tjetër kund. Tek hidrovori i ri, vetëm ajo vepër kushtoi 19 milion euro e bashkë me të, totali i fondeve për të shmangur këto përmbytje përllogaritet në mbi 32 milion euro. Por pse me 32 milion euro të avulluara uji pushtoi Durrësin? Emisioni Plug, që një vit para kësaj situate, ka denoncuar se me këto para nuk janë bërë vepra infrastrukturore, por janë abuzuar nga persona me pushtet. Vartës të Belinda Ballukut dhe jo vetëm hidrovori është jo efikas, por edhe miliona euro të tjera në vend që të shkonin për investime, kanë shkuar në xhepat e drejtorëve të Belindës, të cilët nga njëra anë bënin projekte së bashku me Emiriana Sakon dhe nga ana tjetër krijonin kompani për t'i marrë vetë këto fonde. Ndjekim atë që Plug, por më herët edhe emisioni Piranjat, kanë paralajmëruar dhe rikthehemi më njëherë këtu.